Lidion, e di pse kam zgjidhur shpeshherë mos ta flas historinë e jetës time, sepse ndonjëherë kur e rikujtoj më duket e pabesueshme dhe më shkakton realisht shumë kujtime të këqija, duke më lënë edhe për ditë me radhë në mendime shumë të forta. Do doja të isha aty të përqafoja, nuk mundet, po... Fakti është, Stelina, që si do qoftë, je këtu. Je në Big Brother edhe sa do e dhimshme, sa do shteruse, sa do e përbindshme të këtë qenë historia, duhet të jesh mirënjohëse që je aty edhe ke mundësin të tregosh. Edhe ke mundësin që t'i japësh forcë të gjithë atyre që janë duke kaluar diçka të ngjashme. Diçka të ngjashme, po. Lidion, unë jam pafund falënderuese Zotit, sepse për hir të vërtetës, unë, nëna ime dhe motra ime kemi jetë për herë të dytë dhe jam pafund falënderuese që pata fatin kem një nënë që nuk u dorëzua asnjëherë dhe sakrifikoi gjithë jetën e saj për ne. Ajo ishte ende e re kur ndodhi ajo çfarë ju sapo dëgjuat dhe nuk zgjodhi asnjëherë të martoheshe me një person tjetër duke na u dedikuar tërësisht ne. Nga ana tjetër, kam një motër që më jep forcë për çdo herë që unë ndihem me dobët dhe realisht jam shumë e fat, shumë e fat. Kështu që... Stelina, a ka... Ti thoje në klip që kemi kaluar një fëmijëri shumë të bukur. Po, sepse për hir të vërtetës nëna ime ka fshehur gjithmonë makthin e shtëpisë tonë dhe asnjëherë nuk më tregonte, as mua dhe as motrës. Motra ishte pak më e madhe në atë kohë dhe i kuptonte dhe në fakt ajo ka pasur një qëndrim ndryshe ndaj babit. Unë nuk e kuptoja pse ajo diferencohej nga ai, por kur i zbulova të gjitha, i dhash të drejtë. Ajo kishte parë shumë më shumë se sa unë. Lidion, realisht më zorë më vijnë fjalët. E di. Të betohem. Stelina, ti thua që... Unë kam qenë shumë, më falë që ndërpres, kam qenë shumë e lidhur me babin. Dhe tek tabela ku shkruajmë linjën e jetës, unë babin e kam përshkruar si idhullin tim, sepse unë me të realisht shkruaj shumë mirë. Unë kam... E kisha shkruajtur aty, ai më quante gjithmonë Loçka e babit. Dhe unë, sa herë që e dëgjoja që ai vinte në shtëpi, sa e ndjeja derën jashtë që hapej në obor, gjëja e parë që u bëja unë do vrapoja dhe do hitesha në krahët e tij. Dhe e kam pas shumë të vështirë ndarjen nga ai. Nuk e besoja dot që personi që unë doja më së shumti në jetën time të ishte kthyer në atë çfarë u kthye. E kisha shumë të vështirë të pranoja se do jetoja pa të. Por ndonjëherë jeta të sjell në atë lloj linje që ti nuk e pret. Dhe edhe pse ka shkuar ashtu si ka shkuar, unë realisht jam shumë falenderuese se mendoj që vajza që jam sot jam për hir të sfidave që jeta më ka dhënë. Për para të lidhë që në një tavolinë dhe po flisnim që çdo gjë ndodh për një arsye. Me thënë të drejtën, unë nuk gjej arsye mbas ngjarjeve si kjo që ti tregove. Realisht nuk gjej asnjë arsye sepse ai që do të duhet të ishte mbrojtësi yt më i madh, do duhet të bëj përbindje jetës tënde këtë. Mbase jam unë, ama e di pse të shërben ta tregosh historinë me zë të lartë, sepse ndonjëherë duhet i themi historitë tona me zë të lartë për të kuptuar që një e para nuk kemi pse falim fare për bindçat e jetës tonë, mund t'i lëm aty ku janë, aty ku zgjodhen të ishin, sepse nuk është detyra e një fëmije të falë prindin e tij. Nuk ka përqen kurrë. E vërtet. Detyra e një prindi
Është të kujdeset për fëmijën e tij. Është kujdeset edhe të mbroj fëmijën e tij në çdo rast. Edhe atëherë kur gjërat në jetën e tij tjetër me partneren apo me bashkëshorte nuk janë duke shkuar ashtu siç do të preferonte ai apo ajo të shkonin. Vërtet. Dhe për këtë dua të them që thuaja vetes tënde, thuaja kujdo historinë tënde sa më shpesh me zë të lartë, sepse është e vetmja mënyrë për të kuptuar që nuk janë të gjithë burrat ashtu. Nuk janë të gjithë njerëzit ashtu dhe të gjithë ne mund të shërohemi edhe nga gjëja më e fatale, më e tmerrshme. E vërtet. Ledion, më vjen keq dhe jam munduar të kursej shumë nga historia ime, sepse nuk ka qenë, aty është nata kryesore e jetës time, por kanë qenë shumë ne të tilla që ne kemi kaluar në familjen tonë dhe më besoj që ka qenë e pamundur të tregoj të gjitha, sepse unë realisht nuk e harroj asnjëherë që ai është babai im, pavarësisht gjithë mllefeve që mund të kem kundrejt tij, por për hir të vërtetës, sot jam vetëm për një gjë e lumtur që e kam ndar historinë time, që sado pak njerëz, unë shpresoj të mos ketë asnjë, por sado pak njerëz që janë atje jashtë duke kaluar situatën time, të gjejmë forcë dhe veçanërisht mamat dhe vajzat që ndihen pa mbrojtur, të gjejmë forcë për të kaluar, sepse unë jam një rast konkret që kemi kaluar, unë, mami dhe motra ime jemi një rast konkret që kemi kaluar, Zoti na dha forcë, jetë për herë të dytë dhe forcë për të kaluar çdo sfidë që na ka ardhur. Dhe shpresoj që çdo femër atje jashtë të gjejë të njëjtën forcë dhe të përballojë sepse asgjë nuk është e pamundur. Dhe shpresoj unë për ty që nga ky moment e mbrapa të fillosh të bësh zgjedhjet e duhura, të zgjedhësh ata që të zgjedhin ty. Faleminderit Ledion. Tani dua të të çoj në një vend që është special. Vërtet? Do thuash tipo unë e kam parë 10 herë, po shko një herë se nuk i dihet. Do të shkosh te dhoma e surprizave. A kam një surprizë Ledion? Po, tani A është ajo surpriza që po mendoj unë? shko një herë, shko një herë. A një vetë në punë? Unë e ka vetëm në film, po ti po pas kem forcë. Pastaj ka Krista, motra e Stelinës është sonte me ne. Krista, mirë se erdhe. Dhe ai që shikoni është dyqani më i famshëm i luleve në Myslimshyr Igis. Aty. Që e kemi bërë aty. Përshëndetje Ledion. Krista, përshëndetje. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve për mundësinë që na dhat. Po të lë pak çaste me motrën tënde se e di që të ka marrë shumë malli, pavarësisht se janë pak ditë, po ju të dyja jeni si mishe thua. O, Ledion, nuk e prisja të vinte Krista me të drejtën, se kur e pyesja sa herë më binte mundësia ta pyesja në ditët që po prisja të hyja në Big Brother, më thonë jo, unë nuk kam për ta, do të sjell mamin aty. Po tani në ra ky taksirat Ledion edhe do të japë edhe përshafimin nga ana jote. Po. Si është mami? Mirë, shumë mirë. Mami, e bëri vizitën? E bëri vizitën? Jemi shumë mirë. Ka së sa? Po ja dalim dhe pa ty. Igi është mirë, kjo shumë të falja me të gjithë. Si është mali? Për shafon Reli, Tashi, të gjithë. Po, ma kam bërë listën kështu edhe thanë do në ngeli hatri nëse nuk e bën të faqe. Faleminderit. Po Si e ti? Mali mirë. Mirë. Ti si je? Unë jam. Ja, si që keni parë. Ka marrë dhe parceletat në qëmë se ke dëshirë. Këtë lule do t'i marrësh prapsh apo ti fus brenda? Do të shes. Ti shes. Po s'kemi lek në këtu brenda. Ajo buqet është për mua? A mund të marrë dhe një kuror? Pa tjetër. Do më japësh një gjë tjetër. Të mbacet e tua. Të mbacet do t'i marrës, do të shpërndaj të Nuk gotë. të të marrë unë në vetër? Kene me për mua? Apo do të rish akoma? Ledion, si thoni ju? Ti ki të dyqani luleve apo të rridhe pak? Ti e di. Me thënë të drejtën ka marrë Ne shumë prandaj e sollëm dyqanin e luleve aty që të iki malli. Me thënë të drejtën ka marrë shumë malli, po me që ju e sollët, më doli malli tani edhe po rri. Edhe unë po e le këtu me ju, Ledion. Shumë faleminderit. O Krista, a ke ndonjë këtë unë këshill që do t'i japësh motrës a ndonjërit prej atyre brenda që po shohin a... Këshilla që dua të jap motrës është të mos qaj më se e griu bigun nga farcoletat. Po kemi rimeca duash mos e vit mendje. Nuk e vë në dyshim, po nuk dua të hyj në të tilla borxhe me juve. Stelina e ndau sot që ne kemi mësuar që sfidat të bëjnë më të forta.
ne kemi mësuar që nga humbje të mëdha ka rilindje të mëdha, që nuk besoj që është nevoja të ta kujtoj unë këtë pjesë. S'ma ke marrë gushin e vetë. Po jemi në vend pune. Hajde të përqafoj. Olivion, të them diçka, ne nuk kemi ndarë asnjëherë nga njëra tjetra. Dhe nuk do ndajemi asnjëherë. Dhe nuk do ndajemi asnjëherë, po besoj që nuk e kam përqafuar kaq shumë sa sot. E vërtet. Nuk e di, në 3-4 vitet e fundit. E vërtet, dhe e di, ka një gjë shumë plezetshme Ledion, që Krista asnjëherë nuk do që të më shohë mua duke qartë, dhe unë po mundohem të mbahem sa më fort, ish përtheva të gjitha atje jashtë, që mos më shohë Krista duke qartë, se sa herë shikon këtë gjë thotë seriozisht e ke, dhe prandaj e pyeta ti po qan, por e mbajti veten dhe nuk qarti as Krista, dhe thash okay, po sepse Krista do të shikojë të lumtur, e dashur. Se do isha edhe unë duke qartë, asiguroj Ledion që nuk do kishte perëndit ta mbante sfesh. E vërtet, e vërtet. Do me thënë, nivellet e Stelinës janë, Stelina duke qeshur, lartë fare, Stelina duke qarë, nuk jetë aq keq, Stelina me nerva pastaj, bo. Nivel super saiyan. Po. Por nuk ka asnjëherë një të mesme, e keni vënë Ledion që nuk ka asnjëherë një të mesme. Po ku do kishte një të mesme? Ledion, në radh parë ju falenderoj juve për këtë eksperiencë që Stelina po përjeton. Edhe sinqerisht uroj ti marri më të mirën, uroj që kjo sfidë e jetës t'ja kujtoj edhe një herë sa vajzë e fortë është. Faleminderit Krista. Faleminderit juve. Do më duhet ju ndaj. Unë dua të them Ledion që forca ime më e madhe ja ku është. O Krista. Po Ledion? Mos do t'i thuash në një gjë tjetër, dikujt tjetër aty brenda, po je okay. Ledion, unë brenda shtëpisë vllajt të madh në këtë edicion, përveç motrës time të vogël, realisht unë kam edhe vllajin tim të madh, edhe jam shumë e lumtur që Stela këtë eksperiencë po e ndan me një mikun ton shumë të mirë. Edhe i uroj fitoren më të mirit. Për mirin thua, apo jo? E përshëndesim bashkë mirin. Më të mirit. Një përshëndetje për gjithë banorët që janë brenda, edhe një përqafim shumë të ngrohtë për mirin. Miri, a do t'a takosh? Po pa tjetër mo? Miri nuk duhet të vinë në dyqanin e luleve se i dali fjalë. Sa pipi përmend mi Krista. Nuk kam cigare. Kush këtu? A e mirë? Mirë shumë. E ke lënë dorë sigurt? Po, e di, prandaj se kam merakun. A parashuta ishte shumë. Faleminderit. Edhe trëndafila. Jemi komplet të dyqanin. Jemi shumë mirë, kishim të falë në çunat. Janë gjithë mirë? Jemi gjithë shumë mirë. Ja fotka. Të betohem. Dukesh. Sot nuk më ke takuar në formën time më të mirë, më shmbyllët goja si kur më parë, por emocionet. Je në formën tënde më të mirë. E, ka humë fare, më besoj që e ka humë fare. Jemi po e humë leje. Polidion, këto të dy të më bëjnë meme mua. Se zakonisht i vej unë në lojë këto. Po pse vetëm ne të bëjmë meme? Po fiks. Ja pra, nuk është kollaj, nuk është kollaj. Krista, Po Ledion, zakonisht çfarë porosit miri moj? mirë, por si suflaqe. Suflaqe me salca. Suflaqe. Kafe marrim zakonisht kur na hajnë. E di për çfarë më bie më shumë mirë mua në shaf Ledion? Me qep apo pa qep suflaqet? Do ta them për çfarë më bie në Mos e shaf. pyet gjithë ata. Jo, do ta them. Lëre, Për çfarë ha? Lëre. Po ky, o Ledion, për tonë herë drejtë cigare. Edhe më është bërë aty, më duket vetja si tabakinën e herë. Merë cigare du të zëpërtoj da drejtë. Ledion, ne qajmë hallet tona të dyqani kaq është. Nuk e di miri, po sa të thella pas kanë qenë këto muhabete, nuk di do me thënë. Ju njiheni mirë derisa ja dritkeni cigare njëri tjetrit. Për? Për 30 ditët e shëndrimit pra. A ma ke lënë Po përësi? tash pra po, ke arë qik para. Jo. Pikërisht, se ka marrë një ditë para, u mendoj që të marrësh 100 trëndafila për 100 ditë shëndrimit. Okej. Stelina dhe Miri duhet të ktheheni. Ikëm ne tash. Ikëm ne tash. Duhet të ktheheni Stelina Miri. Kjo është për ty. Shumë faleminderit. Ta thonë ne. Mbaj që dyqanin se ta kemi lënë aty. Miri, Stelina. Ikëm. Urgjent, Krista faleminderit. Mirë, Kam filluar të këtu. Ti do shef si shmoj. Jemi pa lek këtu. A mund të marrë një gjë nga këto? Jo, do e marrësh pastaj më thot vllai i madh, se aty do jetë, mos e Se bëj kemi punë mendje. tjera, hajde. Shpejt me vrap.
Më shaj më. Po dëgjoj, nëse Do rish pa më. ça more, ça është ajo që more Stelina? Ciao. Ati? Për qa e more? Për kesin e more ato kurorën? Bravo. Okej. Bravo, bukur. Ma pus mamin Pacim, patjetër. Ciao, edhe gushin. Ciao, Patjetër. puthi gjithë. Dhe të falja të gjithëve atyre që më kanë bërë të falja. Patjetër. Ciao. Zemra nuk është temë të shëllë. Hajde, qomi edhe takon Stelina. Do më rëndë që ty. O, Erik, lemë. Lore Erik I herë. Ka lidhje më. Pifte dhe momentin.